Në tyrben e Baba Demirit në Libohovu zhvillua ceremonia për kujtimore kushtuar figurës së tij të nderuar, i njohur për përkushtimin e tij ndaj besimit, urtësinë dhe kontributin në forcimin e paqes dhe harmonisë shpirtërore. Baba Demiri mbetet një emër i paharruar për komunitetin vendas dhe më gjerë. Kjo ceremoni mblodhi bashk besimtar, banor të zonës dhe përfaqësues të komunitetit Bektashi, të cilët sollën kujtime për ulje dhe lutje për shpirtin e tij. Në një atmosferë të qetë të mbushur me ndjenjë respekti u theksua roli i Baba Demirit si një udhërfyes shpirtëror që la gjurmë të pashlyeshme në jetën atyre që e njohën dhe e ndoqën. Jemi mbledhur këtu, jo thjesht për të kujtuar një emër, po për të rizgjuar brenda vetes një dritë që ai mbolli nëpërmjet jetës dhe veprës së tij. Vendi ku shërbeu, njerëzit që udhëzoi, ulla që la pas e bën këtë tokë shtëpinë e tij shpirtërore. Libova u bë dëshmitare për urtësisë, urtësisë dhe besimit të tij. Kurani i Madhërisëm na thot: Allahu nuk i humb shërbimet e atyre që bëjnë mirë. Baba Demiri ishte njëri prej atyre që bën mirë, pa zhurmë, pa lavdi, po me thellësi dhe përkushtim të sinqertë. Baba Demir do të thot baba i forcës, baba i punës, baba i durimit, baba që bashkon të gjithë baballarët e tjerë, të gjithë brezat që edukon njerëzit me ndjenjën e punës e dashurisë. Ky vend këtu është një vend sa i shenjtë, aq edhe vend i dashur për të gjithë, sepse këtu jemi po ta marrim nga ana historike, kemi të bëjmë me një vend të qytetëruar gati mbi 1000 vjet përpara. Baba Demiri me urtësinë dhe jetën e tij të përkushtuar ka lënë gjurmë të thella në zemrat e komunitetit tonë. Ai na mëson rëndësinë, besimin, dashurinë dhe bashkëpunimin në një shoqëri ku secili nga ne ka një rol të veçantë. Bashkia Libohovës, të cilën unë përfaqësoj, mbështet me gjithë forcë ruajtjen dhe promovimin e këtyre vlerave, të cilat janë themeli i identitetit tonë kombëtar. Ceremonitë si kjo na ndihmojnë të kujtojmë rrënjët tona dhe të forcojmë lidhjet tona midis brezave. Aktiviteti u përmbyll me një veprimtari kulturore ku u recituan vargje me frymë fetare bektashiane dhe performuan dy grupe të mirënjohura polifonike, grupi i Libohovës dhe ai i Gjirokastrës, të cilët sollën emocione të veçanta përmes interpretimit të këngëve tradicionale, duke i dhënë ngjarjes një dimension të thellë kulturore shpirtëror. Jam Abdalli, një i përullur, shahu im është Aliu. Për të tjerë s'kam nevojë kur është krahu im Aliu. Gjithë vajtimet që bëj uj, ahu im është Aliu. Dhe ndikiblës Muhamedi, i përulljes është Aliu. Shokë jemi për të qarë, na i kën mojti këjë, nda moj maja. Shokë Qante gjithë njerëzia, qante dhe dervishit tia, qante Kjo ditë përkujtimore nuk ishte vetëm një omarsh për një figurë të ndritur, por edhe një thirrje për të ruajtur e përcjell më tej trashëgiminë shpirtërore që Baba Demiri la pas.